Tu im sheshin e pleqve, jemi grup profesorët, studiush, dhe të fushë, shikoni. Atje kemi mojnë e velë, ka gjori? Ja, atje është mojnë. Ja, ta shikoni mojnë e velë, së tje. Edhe kur e shikon, ajo duket si një nusë, mbi të tjera. Pra, ajo shpjegon dhe vetë emrin e nusës. Velo, vela, është me bardhë, me e dukshme se të tjerë. Kjo është më e velës. Nga kjo ka marrë, po nga kjo ka marrë dhe emrin. Por, këtu eksaktësisht jemi në majnë e kulmes në Drobil. Këtë lagji që Drobil. Ja aty përpara, rreth 100 metrë tek Adolisa, kemi shtëpinë e Kokmal, që janë tojët e tjetë vjetra. Atje të mojtë, po, i shrenojët, atje mojtë kërë anterë. Du ta dini që këtu është sheshi pleqve. Dhe Gojvena, në sepse ta qymë leqenë, sepse ka egzistu bajraket, egzistu 12 bajraket në lisë, kjo në levë 12 bajraket në lisë. Në kushtet e pa mundësisë, po të më levë në rosh, ose në kryesvel, ose në lurë, ose diku tjetër, kjo ka qenë një pike mesit. Këtu ka qenë dhe rruga madhe që ka kalu nga Durrësi për Izrael, për Orosh, për Gjako, këtu ka qenë rruga madhe, nga kjo kohë Dakar, dhe në devë në sheshën e pleqës që ka qenë zonë jashtë zakonisht e mbrojtur, dhe ta dini këtu ka qenë dhe vend strehimit e ushtrisë Gjergj Kaçliotit. Në qoftë se flitet për një pinar 5 kintajsh në vend, këtu ka qenë, i Kokmal. Represor, fale dhe fjallë. Jemi në kushtet e informacionit që vjen ka 6 shekull. Po. Dhe kjo është treguar si jashtëzakonshëm që edhe prej ka shekush vinë informacione të kësaj natyre, vinë ngjarje shumë të rëndësishme, aq më tepër për familjen Malshi, Malshi, i cili realisht në përgjithta ato që unë kam lexuar edhe përmes mikut tim Gjevalin Gashori, vjen nga maja e Malshit, që ndodhet diku midis Shpalit dhe Gzishit. Po bën dhe përshtypjen tjetër që tu pasa qenë në shtëpi dhe ka ardhe ka zëtet me këto vende, duket se ka zgjedhur një pikë shumë strategjike. Fakti që këtu janë mbledhur dhe krerët dhe kuvenet e burrave të 12 barakeve, tregon se jo rastësisht kjo lidhet dhe me këtë burrë, me këtë familje shumë të famshme, se më që pse do vishin këtu, pse do të caktojë kjo, por edhe për arsye strategjike. Patjetër. Duket se një dita ka funksionuar në mënyrë brillante edhe pse pa mjetet e sotme të komunikimit. Shumë e vogël. Është një vend shumë i unë e eksploroj për herë të parë, po e marr vesh për herë të parë në fakt. Këtë fakt që lidhet me këtë shesh ku janë mbledhur pleq ka kuptimin e njerëzve të mëshëm. Keqësia, po barakve, po e Paris. Po e Paris, po këtu ku janë marrë vendime. Patjetër. Dhe jam i bindur që edhe në mbështetjet e Skënderbeut. Patjetër. Kjo është ajo që mund të them. Paolo, nëse Marko Marek. Po. Aty unë shoh burreja rrëshenja aty poshtë. Aty është rrëshenja. Rrëshenja. Është për la, e prosteku, po thojse. Jo më ti që shohim këtu si. Po, rrëshenja është. Pjesa e tarazhit. Pjesa e tarazhit, shtëpia jote ashtu. Se kisha pa kurrë këtë. Shiko. Nuk u duket ka shi vogël sa duket kur je aty mbrana. Jemi shumë më larg këtu, jemi shumë më lënë. Ti je i humur aty dhe ti nuk e shikon dot. Po ke bekime për faktin që ja ke sjell ke ishtrojet e Eksaktësisht janë këto. Sepse unë me këtu është shtëpia e Drushit këtu poshtë, pak më poshtë. Këtu unë me Gjogën kena po hulumtim edhe me personazh të fisit. Edhe ishme se deri vona është mbajt si figurë e Kurbinit e nderuar. Mirë po, hulumtimet e shumë dhe leximet e shumë na treguan se ai ka qenë me vend banim kënej lumit mates. Jo, nuk ka rëndësi, lumi i matet ka qenë gjithmonë i banuar nga mirditorit, por fakti që vjen nga maja e Maltit dhe nga Malti merr dhe mbjemën. Vllagapin e tyre. Toponimin po. Tamam, bravo Mark. Edhe është interesant, pse nuk kam qashtuar se edhe për zgjedhja vjen që pasëm përzgjedh Buznje, kryqëzimi, rrugësh, siç e the edhe Tipal. Tu ka pas 2 posta. Tu ka pas 2 posta. Si sa i madh është zoti. Sa ti vjen për ditën e Shën Gjon Pakzucit. Edhe mëson edhe shumë gjëra të tjera. Unë falenderoj se ti na ke dhënë informacione të jashtëzakonshme për vërtet, të cilët s'na ka dhënë asnjë i bekuar tjetër. Edhe unë të falenderoj shumë për te. Jo vetëm për
drejtimin dhe prirjen e uratës, po edhe për bagazhin tuaj dhe leximin tuaj në këtë fushë. Ishte unë do t'i shtoj, Gjovarini këtu ishte mjaft konciz, ishte mjaft i sakt, ashtu si në fakt e kërkon ajo. Dhe unë e kam ndjetë, më thënë drejtën, dhe të gjitha të uratë unë i kam thënë nga fillimi deri në fund. Po i kam gjek, edhe unë me kam pa që ishte Për herë të parë, ishte për herë të parë dhe e kam përjetuar. shumë e bukur. Ishte tamam ishte zhyt në ndjesinë Absolutisht po. e lutjes edhe nuk është Absolut. Unë përfitoj nga rasti, tu shpjegoj diçka gjeografika. Natyra bën punën e saj. Tu kemi 2 profesora dhe unë do t'ju them, nuk ka shumë kohë të gjatë, vetëm 30 vjet, 35 vjet që është lënë toka e punimi i kësaj tokës tu. Ne këtu në këtë sheshin e Pleqit kemi marrë patate 1 kg e gjys. E jashtëzakonshme. Tu kemi marrë kaq grunë, ka qenë kaq vend prodhues këtë tokë, se kësaj do t'ja mbështesim edhe tu shtrisë Skënderbeut. Sa këtu edhe para 35 vjetësh, tu është angazhuar parku për të marrë prodhimet e këtij vendi. Domethënë kaq prodhimi më ka qenë. Kështu që duhet besojmë dhe atë që edhe eksaktësisht nga Skënderbeu, ky vend tu ka marrë emrin që gëzon sot Kulme. Iknin aty na pritin në Kulma. Ato ka ato Kulme. Na pritin Kulme, na Kulme. pritin sipër. Po, Kulme. Ha? Kulme dhe shtëpisë. Tren, Kulme. Se përkërkohen dhe erë dhe dëmë një uga shot, ati dëmë... Disa, Kulme. Mësë miri, Po, atë që mirditasit ndoshta kanë pak kala në territorin e tyre, sepse kishin pritur këtë lloj malesh, ishin kalat e mirëfillt atyre. po ishin kullat, po. Edhe ishin ato lloj kalash që nëpërmjet natyrës merrshin edhe mbijetesën e tyre për mos me Patjetër, po. për mos me u shkel, për mos me si me thënë me rujt i tyre. Tinari Venës ka qenë 500 kg. Dakor, është Kështu që kaq e pasur është kjo gryk këtu ta dini. Skënderbeu marrë të faktin e bereqetit që i ka qitë atë. Po, patjetër. Kanë pi vend disa vjeçare, disa Vike mirë që gjeneru kjo djegja. Me pak fjalë ti Po? i gjithë ki kontributash nga Kuzhneni. Pretje ka. Po, është i Kushnenës. Është i Kuzhnenës se Glenishti, ai Gzishi, Vashënkoll, Nërfana janë Kuzhnen. Atëherë hypi t'ju tregoj dhe jallin edhe kepin e Redorit. Hypi makinë, dalim shpjegojmë detin. Që është Okej. bekuar.